Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderim të nësit akumet me Allah subhanahu wa ta'ala, së ati përgjom që të lavdraj dhe të abegor dërgumin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të vëzgjeda. Të ndër vëllezër, ka vlera në jetën e njerëzit ose në përcaktimin e njerëzit që nuk janë vlera të veçanta të një fryme ose nuk janë vlera të veçanta të një mendësie. Saktësisht mundesh me besu ose me vlerësu që ndoshta çdo mendje arsyeshme ose çdo mendje shëndosh, pa marrë parasysh prapavijat edhe përcaktimet e tyre paraprake, luftojnë për disa vlera. Luftojnë ose thrasin disa vlera ose të paktën i pohojnë disa vlera. Ndonjëherë për shembull ka vlera që edhe ata të cilët nuk i kanë ato, këmbgulin me pretendu që i kanë. Ose të paktën e konsiderojnë të udhës ose të plot në përcaktimin e tyre që me i pohu që i kanë domethënë si vlera. Sidomos janë disa vlera të përbotshme që një zëri njerëzit munohen ose parimisht besojnë që janë vlera universale dhe problem ndoshta me ja pohu si vlerë një fesë të caktuar në tërësi, si vlerë ekskluzive që i mungon të tjerëve ose me ja pohu një qytetërimit e kështu me radhë. Sot me lenin Allah subhanahu wa taala e kemi një mësim nga një ajet që kemi përzgjedhur edhe është ligjata e fundit për këtë Ramazan, e që realisht e ka mrena një vlerë, e cila vlerë domethënë është e përbotshme. Mirë po, sa më shumë që i thartë e tauhidit, sa më shumë që i thartë e sunetit, sa më shumë njerëz të vlerave të islamit që e jetësojnë që këtë vlerë, e sforcojnë vlerën e tyre të domethënë të fetarisë. Thot Allah subhanahu: "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun." Thot dhe kujtoti kur Allah subhanahu wa taala e sprovoi Ibrahimin alayhis salam me disa fjalë, e vuri në provë me disa fjalë dhe ai i përmbushi ato. Thot qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Pasi që i ka përmbush, Allah i ka thonë Ibrahim alayhis salam: "Ty ka me të bë për njerëzit imam. Ty ka me të bë për njerëzit imam. Ti do të jesh prijes, ti do të jesh ballin, ti do të jesh shembulltyr, ti do të jesh mball të, domethënë të njerëzimit." Ibrahim alayhis salam është lut, mirë po pastaj lutja e tij është përmend vetëm pjesa që është shtuar krahas domethënë asaj që është e nënkuptueshme. Qala wa min dhurriyyati. Po mban mu imam, këtë nuk po e thot Ibrahim sa thot atëherë Ibrahim sa më ka thonë o Zot, po edhe prej pasardhësve të mi. Domethënë, po ma mëson mu kanën prijes i njerëzve, po ma mëson mu kanën ballin të njerëzve, thot mirë po mësoj edhe pasardhësve të mi. Domethënë brezave që vijnë pas meje. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Premtimin tim nuk mundën me e pasë njerëz të padrejtë. Premtimi jam nuk vlen për njerëzit domethënë zullumçar. Domethënë mundesh më kanë edhe pasardhës si një pejgamberit. Edhe mundesh më kanë pasardhës i babës së pejgamberëve. Apo? Mirë po këtu s'ka hatër. Je zullumçar, s'mundesh me dal në ballin. Je i padrejt, s'mundesh më bë prijes. Je i padrejt, nuk mundesh më bë shembull. Edhe ky rast në Kur'an na vjen pikërisht për menaj pru çka domethënie. Në ballin edhe shembulltyr, edhe njerëz të cilët prijesojnë, edhe të cilët ngelin histori, edhe krijojnë histori, janë njerëz të vlerave, janë njerëz të drejtësisë, jo njerëz të zullumit. Janë njerëz që domethënë ja lejojnë vetvetes domethënë padrejsinë. Janë njerëz të cilët kuro për vete mat me çetër standard. Kuro për vete mat me tjera peshoje. Kuro për tjerë domethënë ka peshoje të tjera, ka kandare të tjera, ka pazare të tjera, gjithçka tek tjerët është e interpretueshme. Edhe do të me kthym pazarin e vet, ndërkaq të vetën gjithherë është i saktë, gjithherë është i drejtë, gjithherë ai domethënë ka plotësisht drejt, është egocentrizmi kulmor që gjithçka sillet rreth tij kështu më radh. Allah subhanahu wa taala po i thotë Ibrahimit alayhis salam se prej pasardhësve tu, prej fëmijëve tu, ani pse është popull, domethënë është profet që kanë rrjedh popujt prej tij, edhe domethënë rrjedhin disa popull që saktësisht domethënë më shumë ti profet. Edhe më në fund edhe profeti më i dallumi i Allahut rrjedh pikërisht për kësaj loze, megjithatë në këtë lozë kush është i padrejt nuk mundet të më koni imam. Kush është i padrejt nuk mundet të më koni pari, kush është i padrejt nuk mundet të më koni domethënë në ballin. Allah subhanahu wa taala po e përmend që pas ka vënë në sprovë Ibrahimin alayhis salam. Pas ka vënë në sprovë. Çka janë këto sprovat? Kan thonë dietarët, sigurisht që i ka përmendur Imam Taberiu interpretimet, kan thonë janë disa detyra, janë detyrat edhe disa rregulla, disa domethënë obligime që Allah subhanahu wa taala ka dhënë Ibrahimit alayhis salam dhe ai ka përmbush ato. Thot dikush prej selefit i thon hiya shara'ul islam wa hiya 30 sahma. Thot janë për qëllim dispozitat e islamit dhe përbëjnë saktësisht 30 sosh. Domethënë tek Ibrahim alayhis salam janë kon 30 detyra që u dashmi kry. Te 30-tat i ka kry. Edhe kur i kryen pastaj Ibrahim alayhis salam, Allah te barekuhu teala domethënë ja mësoni gjë të tillë. Allah e ka lavdëruar Ibrahim alayhis salam për këtë veti edhe diku tjetër, ku thot Allah Teala wa Ibrahim alladhi waffa.
dhe Ibrahimi që ka nejt dhe i ka përmbush, domethënë besatimet. Ibrahimi që i ka përmbush kontratat. Ibrahimi i cili domethënë i ka përmbush domethënë marrëveshjet që i ka pas me Allahun subhanahu wa taala. Kështu që merren si rregull ndër vëllezër që lavdrimi ose pozitat lavdruese ose pozicionimi në pozicione që lavdrohesh në jetë nuk është në bazë të pritshmërisë, po në bazë të përmbushjes. Na nuk mujmë të lavdru ku mundush mu kon. Nuk mujmë të lavdru se sa burrni ki me bën. Nuk mujmë të lavdru se sa sakrificë ki me bën. Nuk mujmë të mat me pritshmëri. Të mosmi me domethënë me zbatueshmëri, me përmbushje. Allah e ka lavdruar Ibrahimin se pasi ka përmbush, jo kur u kon me pritshmëri. Kur domethënë e kom parasysh në disa raste na mosmi me pritshmëri shkaku se mosha nuk e lën akoma me të mat me përmbush. Alo është herët me motën, a kemi përmbush ato llafet moja, a kemi përmbush ato vlerat moja apo jo. Me bën parem lavdrimet e mëdha në bazë të përmbushjes, jo në bazë të domethënë pritshmërisë, sikundërçë domethënë lavdrimi, që edhe kjo është një rregull. Lavdrimi nuk është i përjetshëm nëse nuk përmbyllet me arsyet që e ke fituar lavdin. Domethënë te ke fituar një lavdi për të arsye të caktuar. Allahu subhanahu wa taala po tregon se Ibrahim e ka fituar lavdin që i ka përmbush detyrat që i ka pas. Ka qenë domethënë që i ka zbatuar marrëveshjet me Allahun subhanahu wa taala. E ka fituar lavdrin pikërisht me kët. Mirë, po thotë kjo nuk vazhdon të pasardhësit to, sa ata kanë më thyr disa prej tyre. Më thonë nëse ti ja thën arsyen e vlerës, del prej emrit të vlerës. Nuk del i pari që e ka merituar këtë rast Ibrahim alayhis salam, po pasardhësit, nuk mund të thonë ai na pasardhës Ibrahim alayhis salam. Ti mundesh më lidhu që i pasardhës Ibrahim alayhis salam thjesht si gjak, apo jo si vlerë, sepse si vlerë janë ata të cilët e ndjekin Ibrahimin alayhis salam. Kështu që nëse e fiton një vlerë, e fiton një emër, e fiton një lavdi, e fiton një pozitë shoqërore, e fiton një reputacion shoqëror, e fiton një peshë në shoqëni, dhe kjo ka ardhur si rrëdhim i një lavdie që ka ardhur në rrjedh të një vlere, ajo vlerë e garanton s'ka dueshmërinë ose jo s'ka dueshmërinë e vlerës tënde, edhe të lavdisë tënde. Domthon ti s'ka don kur s'ka dojnë domethënë arsyet me të cilat e ke fituar domethënë këtë vlerë. Keni vëmendje ndër vëllezër që këtë ajet Allahu te barekuhu teala po na përmend që premtimin ja ka dhënë, premtimin që ka më të bëjë imam, ja ka dhënë pikërisht pasi domethënë i ka përmbushur besatimet edhe beslidhet me Allahun subhanuhu teala. Kështu që një rregull thotë kësaj, premtimet më të mëdha vijnë pas sprovimit dhe dëshmimit të madh. Do thonë për me shumë me të premtu se ne me ty kena më kon kësaj, ose dikush me të premtu se kësaj kam të qëndruar me ty, një herë duhet mos provu pak. Duhet mos provu vllaznillaku, duhet mos provu shoqënia, duhet mos provu domethënia, duhet mos provu qëndrueshmëria jote. E njëjta vlen edhe në bashkësi, duhet mos provu bashkësia. Pastaj kur të sprovohet edhe dëshmohet, pastaj edhe shumë gabime të mëdha falen. Pastaj edhe shumë qëndrime të gabuara mund të falen. Pastaj edhe shumë sene që nuk funksionojnë mund të më fal. Ama pasi që e sprovu edhe e dëshmu. Allah subhanahu wa taala Ibrahimit alayhis salam pe ja premton imamllokun, pe ja premton prijësimin, pe ja premton të qenë të mballin kur masi e ka përmbush, masi u dëshmu. Allah pe përmend thot: "Wa idha btala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun." Kur e ka sprovu Allahu në Ibrahimin, e ky i ka përmbush, pastaj Allah ja ka dhënë premtimin. Jo domthon me Allah para vaktit. Për arsye shumë domethënë lidhje, edhe shumë shoqëni, edhe shumë struktura shoqërore dështojnë sepse dojnë shumë garancione herët. Do shumë herët me garantu se kena me funksionu kështu. Qysh me të garantu çka herët, përderisa alo nuk i sprovu. Ose qysh po priti çast shumë domethënë garancione, përderisa domethënë akoma nuk i ran mejdanin e sprovës për me pa nëse je apo nuk je domethënë për çato premtime. Kështu që Allah subhanahu wa taala në Kur'an neve na ka fol shumë për lutjet edhe kërkesat që Ibrahim alayhis salam ja ka bëu Allah subhanahu wa taala. Dhe kjo është një prej kërkesave që Ibrahim alayhis salam domethënë ja ka bëu Allahu te barekuhu teala, që o Zot, mu mboni imam, mu mboni baba i pejgamberëve, mu mboni prijës, mu mboni me dal mballin, bëje edhe pasardhësit e mi. Bëje edhe njerëz prej pasardhësve të mi ta kenë çka vlerë, Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë një përgjigje pohuse. Nuk i ka thënë Allah azza wa jall si bëj pasardhësit imama. Apo se shumë pejgamber pastaj kanë ardhur Ibrahimit alayhis salam, qoftë nga loza e Ishakut, qoftë nga loza e domethënë Ismailit alayhis salam. Pejgamber të shumt që i bie domthon ka pas prijes, ka pas mballin prej pasardhëve të Ibrahimit alayhis salam. Mirë, Allah subhanahu wa taala ja pohon po me kusht. Thot la yanalu ahdi adh-dhalimin. Besën time, premtimin tim nuk e mbrin njerëzit e padrejtë. Çka i bë kjo nëse e kish mi përkthy më ndryshe? Jashtë Kuranit kjo i bie. Po, pasardhësit e tu kanë mukon mballin, apo jo njerëz të padrejtë. Jo njerëz domethënë zullumçar. Jo ata të cilët domethënë ja relativizojnë vetvetes domethënë zullumin. Kështu që është rregull ndër vëllezër që njeriu i cili domethënë do me dal mballin do të mukon i drejtë.
Është rregull i shkruar dhe i pashkruar. Rregull i kuptueshëm dhe i nënkuptueshëm. Ai i cili do me dalë në ballin, për me mujt me nejt gat, për me mujt me pri, për me mujt me çuti shkat e para, nuk mundet më kon shembull, nuk mundet më kon ballin nëse nuk është domethënë njëri drejt. Kështu që selefi kur e kanë komentuar çka ajet, çka pjesën e të qenit imam për Ibrahimin alayhis salam, kanë thonë li utamma bihi wa yuqtada bih. Po të bëj imam me shku njerëz pas teje dhe me të marr ty shembull. Domethënë nuk është imamllëku, edhe prijesimi, edhe agallëku, veç forca jote që i bën njerëz marr pas teje. Sepse forca që ti i bë është forcë relative, nëse dikush është më i fortë se ti, ti merr çata njerëz. Domthon ti duhesh më kon edhe i fortë për me ngret, dikan marr pas teje, po edhe më kon shembull që ata me vazhdu duke parë domthon modelin që shohin tek ti, për me vazhdu tutje, edhe për mos më kon kjo çështje domthon thjesht e një rrethone ose një situatë të dominimit, edhe rreth më mos më kon domthon ngjarje e vlerave. Ndaj rregull i përgjithshëm që na e morëm sin fetari, sin lëvizje, sin davet, sin urdhënim të mirë ndaj nga keqja, njerëz e ballinës, kushdo që del në ballin, a është dietar, a është hoxh, a është davetxhi, a është njeri i cili kontribon nëpërmjet do thotë përpjekjeve të drejtë për drejta apo jo të drejtë për drejta. Kushdo që del në ballin, me bëni kontribut për fenë Allahut, duhet më konë shembull. Duhet më konë njeri i vlerave. Duhet domethënë me përfasu vlerat e drejtësisë, edhe mos më konë domethënë njeri i padrejt. Imam Taberiu kur e komenton këtë ajet ku thotë Allah subhanahu wa taala qala la yanalu ahdi adh-dhalimin, tha Allah azza wa jall besën teme, premtimin tim nuk e mbrin njerëz të padrejt, domethënë për më bëj mama është diku tjetër. Ka thonë Imam Taberiu thotë hadha khabaru min Allah taala an anna adh-dhalima la yakunu imaman yaqtadi bihi ahlu al-khair. Thotë kjo është haber, kjo është lajm prej Allahut azza wa jall. Allah po na ka thonë këtë ajet që zullumçari nuk mundet më kon shembulltyr për njerëz të mirë. Kështu që thotë, nuk mundet zullumçari, njeri pa drejt, më kon shembulltyr për njerëz të mirë. Shej bie kjo ndër vëllezër. I bie që me pas në rregull në jetë, ma të vlerën tënde në bazë të vlerës së atyre të cilët vinë mas teje. Ma të vlerën kush je ti, në bazë të atyre që vinë mas teje. Për shembull, nëse fjala bie je i preferuar i njerëzve të padeshëm, je i preferuar i njerëzve të kotë, je i preferuar i njerëzve të ullët, njerëzve domethënë pa kulturë, njerëzve pa qytetërim, domethënë ti banu marak. Banu marak pse i bëj preferuar i tyre. Po anën tjetër nëse je domethënë referenca e njerëzve të devotshëm, nëse je referenca e njerëzve të dishëm, nëse je referenca e njerëzve të matur, njerëzve të qytetërum, njerëzve të dhënt, domethënë kjo është përgëzim për ty. Sepse mos e mat vlerën tonë vesh me vlerat e tua, po edhe mbas atyre që kanë përgjell marr pas teje. Domethënë, matë kush je dhe mbas atyre që të kanë zgjell ty. Kështu që përgëzoj mirë po, domethënë rregulli fetar thotë kësaj, vlera e fituar ruhet me të njëjtën valutë çish e ke fituar. E ki fitu respektin e njerëzve me dije, ki me rujt tu pas dije. E ki fitu respektin e njerëzve tu koni devotshëm, ki me rujt me devotshmëri. Me të njëjtën valutë që ki fitu, me të njëjtën pastaj domethënë, ki me rujt me lenë Allah subhanahu wa taala, ndaj nëse e ki fitu me drejtësi, tu fol drejt, tu shpjegu drejt, tu sill me drejtësi me njerëzit. Nëse përgjithsisht ka përcaktuar drejtësia, ki me majt që ket vlerë tek njerëzit duke qenë i drejt. Nëse hek dorë për drejtësisë dhe kalon tek zullumi, ka mu të hekën domethënë vlera edhe respekti edhe i pranimi, domethënë asnjë vlerë në vëllezër nuk është e paskadueshme nëse ajo është e fituar me kusht. Ka disa vlera fitohen me privilegje. Dikush ta jep sepse të ka të afërt, apo ka disa vlera thjesht ka rashi un kallamoç. Ka disa vlera rregull, nëse një vlerë të është dhënë me kusht, ajo është e skadueshme nëse mungon kushti. Të është dhënë me kusht, ajo s'ka don. Domthonë çfarë ditë që nuk je të realizu kushtin e s'ka don. Në rregull, asnjë vlerë që nuk është asnjë vlerë nuk është e paskadueshme nëse ajo është e fituar me kusht, kështu që kushtëzimi këta e cili është mos më koni pa drejt. Kushto kjo. Por më shumë më koni pari, por më shumë më don ballin, domethënë duhet mos më koni i pa drejt. Mujahidi kur e komenton çka thotë la yakunu imamun dhalima. Thotë nuk duhet në asnjë situatë, ai i cili dali pari më koni pa drejt. Në asnjë situatë nuk guxon ai i cili është i padrejt më koni pari. Tash shtohet pyetja. A shohim na njerëz mballin? Çon ballinën e sundimit politik, çon ballinën e dominimit ekonomik, çon ballinën e davetit. A shohim shumë njerëz padrejt? Shohim shumë njerëz padrejt, madje ndoshta situata të shumta dominojnë njerëz të padrejt në ballin. Atëra çyshe e shpjegojmë kët? Allah subhanahu wa taala po na fol në Kur'an për vlerat çysh janë. Për vlerat çysh duhet më kon, për vlerat çysh janë me kontratën e Allahut, jo çysh i uzurpojnë njerëzit. Që e mormi si rregull që posedimi i diçkaje pa kushtin e saj, e posedon, e ki marr, ama pa kushtin e saj, pa realizu kushtin e saj,
i bie që më shumë është uzurpim se sa që është posedim. Është më shumë uzurpim se sa që është domethënë përvetësim. Domethënë ti mundesh me uzurpu troje, mundesh me uzurpu autoritet, mundesh me uzurpu shumë çka, mirë po ngjarjen e Ibrahimit alayhis salam, edhe ngjarjen e pasardhësve të mirë të Ibrahimit alayhis salam, kjo ka të bëjë me vlerat që Allahu t'i jep. Domethënë te Allahu ai zullumçar, edhe ai domethënë i drejt, edhe ai domethënë imam, kështu që uzurpuesi, domethënë uzurpuesi dhe kjo është besoj kod që duhet me shkruajt fuqishëm, uzurpuesi nuk është shembulltyr, është thjesht kapitull sabri. Domethënë e kizon një vend, e kizon një vend në pushtet, e kizon një vend në davet, e kizon një vend dikun tjetër, edhe te mojt me zullum. Ti thjesht je kapitull sabri, njerëz janë të pa sabër me ty. Nuk je ti shembulltyr. Sepse ata që janë kon shembulltyr, edhe kur kanë vdek në puse para disa shekujve, ka dalë dikush pastaj më ringjall dijen. Ndoshta ata të cilët domethënë kanë vdekën në çmum nëpër burgje para shumë shekujve, ka ardhur dikush pastaj më ringjall dijen, se ajo është shembulltyr. Ai met shembulltyr edhe kur nuk është mballin. Ai met shembulltyr edhe kur nuk është mballin, sa ai çaty ka venin, edhe ka mendosh çka ka mendosh, sikur që ka përmendën dikush spitaleve të shekull islamit të mirës, thotë kompos bindje që Allah subhanahu ka më thut dikan për më ringjall këtë davet. Kompos bindje, a ka më shku një shekull, a 2, a 3, a 4, ka më thua Allah subhanahu taala dikë, i cili ka më ringjall dijen e shekull islamit të mirës edhe ka më përhap tutje. Pse? Se ai ka një imam me drejtësi. Sepse parimet e tij janë kanë parime ndërtuar mbi drejtësi. Shpjegimi i tij edhe kumtesa e tij u kanë ndërtuar mbi, domethënë mbi drejtësi. Kështu që baza e mësimit të sotëm është që parimi i drejtësisë nuk ka hatër. Parimi i drejtësisë nuk ka hatër. Domethënë, me përdor fjalën i drejtë, drejtësi, unë e du drejtën, unë jam për drejtën, kjo është lehtë me thonë kështu. Domethënë, me e kthyn parim. Edhe kur mos me pas hatër. As me familje, as me bab, as me non, as me të afërm, as me hoxhën tan, as me nxënësin tan, as me kërkan. Domethënë, kur mos me ekzistoj një hatër që ti me mojt an. Kur mos me ekzistoj një hatër që ti domethënë anon edhe domethënë del prej rregullit të domethënë të drejtësisë. Ku e mor me kët? E mor me të veçantia e Ibrahimit alayhis salam. Sa i veçantë sa i dashur për Allahun është Ibrahim alayhis salam. Apo i veçantë mo domethënë baba i pejgamberëve. A mos mundot më arpi pasardhësve ti kush është zullumçar më bëj imam. Është pikë, s'ka hatër këtu. Dhe Allah subhanahu taala kur ne ka thënë këtë ngjarje, ne ka thënë që neve me ne ndërtuesi si çështje si koncept që domethënë kush e ka parimin e drejtësisë, kush e ka parimin e drejtësisë nuk ka hatër. Mumi me pasën domethënë komunikim të lehtë, mumi me pas komunikim gradual, ina të çu kadar muhabetin me ndreq, a mu jo hatër për me i thonë të padrejtës, të drejtë dhe të drejtës me i thonë e padrejtë. Ndaj këtu kam dëshirë pikërisht në kuadër të këtij frymëzimi me e përmend me drejtësi, me e përmend atë çka e ndjej të drejtë me e thonën, që po e përsëris me e thon pa hatër një të vërtet madhe, unë besoj fuqishëm që shumë vujtje që i kanë sot muslimanët, edhe shumë ngecje që i kanë muslimanët, edhe shumë gërçe që i kanë muslimanët, janë pikërisht prej zullumit muslimanëve, janë pikërisht prej zullumit ballinës së muslimanëve, janë pikërisht prej zullumit ndoshta personazheve më të mëdha të islamit, ndoshta edhe personazheve që sakrifikojnë shumë për këtë fe. Ndoshta personazheve që kanë bërë shumë, ndoshta kur gjos që na bëna për këtë fesë sa kanë bërë ata. Mirë po shpesh mundesh me bërë shumë, mirë po në fund me përzim me zullum. Mundesh me kontribu shumë, mirë po fund me përzim me zullum. Edhe kur e përzim me zullum, parimi i drejtësisë thotë ku s'ka hatër. E ki përzim me zullum, domethënë e merr tash pasojën e zullumit. E përzim me zullum nuk ka këtu, domethënë je nip Ibrahimit alayhis salam, je stërnip Ibrahimit alayhis salam, kur na kena shpjeguar tauhid, kur ka shpjeguar Ibrahim alayhis salam tauhid, ky s'ka ditë tauhid, jo s'ka këtu. Je edhe nipi edhe stërnip Ibrahimit alayhis salam. Ban zullum, nuk i më pas sukses. Ban zullum, Allah ka më të përshtatsu. Ban zullum, Allah azza ka më çun dikant tjetër me gallëny, edhe më ndryshu domethënë ekuacioni i shumë çkaje, kështu që e kujtoj një fjalë prej njënit prej kokave të lëvizjes islame në kohën bashkore, elos Allah azza wa ta kishte pranuar, thot sa herë thot që na vanohet fitoria. Sa herë që e shoh që po na vanohet fitoria, thot ndërkaq nejna në hak, ndërkaq nejna të vërtetën. Domthonë kundërshtarët e tonë për rreth janë pa drejtën. Thot sa herë që neve na vanohet fitoria, ndërkaq ne jemi në hak, dyshoj që mos është vonimi një pagesë e jonja për dëni padrejtësi që kena bërë dikon. Mos kena bërë një padrejtësi dikon që Allah subhanahu wa taala po na shtime e pagujt çket zullum që kena bërë, duke u vanu domethënë fitoria, e pastaj domethënë e paguajnë shtrejt fëmijët, e paguajnë shtrejt gratë, e paguajnë shtrejt daveti, e paguajnë shtrejt umeti, sepse dikush ka ngul kom u kon zullumçar, ka ngul kom mi dhon të drejt vetës absolutisht, edhe mi dhon domethënë mos mi dhon drejtën kurrë tjetrit, edhe rrjedhëmisht pastaj domethënë me e prishën rregullin e tokës që është rregulli i drejtësisë. Për arsye më e keq ndër vëllezër që është tek padrejësia që bëhet nga njerëzit e ballinës.
padrejësia më e madhe dhe më e keqe që bëhet nga njerëzit e mirë, nga njerëzit e fesë, nga njerëzit që e kanë një far petku fetar, se zakonisht shumica e tyre gjejnë rrugë për me arsyetu zullumin e tyre. Zor është me gjetë një fetar, zor është me gjetë një davexhi, zor është me gjetë një hoxh, zor është ndoshta me gjetë një dietar i cili ka rënë në botën e zullumit, ose ka rënë në ngjarjen e zullumit, ta më thon, kom gabu këtu. Se zakonisht e ka një background fetar me të cilin domthon mundohet më mbulu. Për shembull, dikush fjala bie, për shembull, bën shumë zullum aty dhe këtu thotë, "Dënojna tu punu shumë për këtë din. Ju s'ni tu bë kur gjëç." Apo, domthon, është tu arsyetuar në kauzën e Islamit, a këne të aleu zullumin ndoshta, domthon në format më të qarta që është zullum. Ose ti aty thirrët ku diun në emër sunetit ose ti aty në emrin e davetit, edhe mas promë domthon i hin njerëzën hak, i bojnë zullum njerëzve, me po parimi Allahut nuk ndron. Domthon ti mundesh më kon edhe davexhi i madh, ti mundesh më kon edhe çlirimtar i madh, ti mundesh më kon edhe dietar i madh, ti mundesh shumë shka me pas për vlerat e Islamit. Ama kjo është rregull i Allahut azza wa jall. Mundesh më kon edhe nipi Ibrahimit alayhis salam. Ama mas promë ti ban zullum, Allah azza wa jall po thot besën time dhe premtimin tim nuk e mbrin domthonën njerëzit e zullumit, kështu që na e morëm një rregull ndërvëllezër që na duhet shumë për rrugë gjata të davetit, sa herë që e kit spikator, një domethënie të mirë. Sa herë që një domethënie e mirë te ti është shumë e fortë. Një domethënie e mirë fetare, një domethënie e mirë kulturore, një domethënie e mirë e qytetërimit. Sa herë që e kit spikator, një domethënie të mirë dhe nuk i hap syt që mos me bë zullum. Këna je i mirë, këna je të punu mirë, po nuk i hap syt për mos me bë zullum, ke me arsyetu zullumin tan me atë domethënie të spikator. Ke me arsyetu zullumin tan me atë domethënie të spikator. Për shembull, sa njerëz fjala bie për shembull, është domethënie e mirë, udhërimi i mirë, ndalimi nga keqja. Mirë po shkojnë edhe bojnë zullum shpe. Sa njerëz udhëtojnë të mirë ndalojnë nga keqja, mirë po shkojnë bojnë zullum te ndoshta edhe te njerëz të devotshëm, te njerëz të mirë, thjesht domthon ky menon që duhet me nalpini diçka, edhe ndoshta e ranon, ndoshta ja prish, domethënë jetën, ndoshta dikujt i he edhe ja prish edhe kurorën, shumë çka. Do thotë jo jam turdhur për të mirën, jam duke ndaluar nga keqja. Domthon ti e arsyetuar me një domethënie të mirë, një zullum që ka dalë ti pa i hap sy që mundesh me pas zullum atë duke bë punë të mira. Ose për shembull sa njerëz fjala bie për shembull e kanë një domethënie të mirë, për shembull ringjallja e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më po e sforcojnë egocentrizmin sikur gjithçka në botë fillon me ta. Sikur kur ky umet ka pas njerëz që kanë punu, edhe domthon ti që dal sot e ki sforcuani domethënie të fetarisë, edhe me ty ka nis gjithçka. Jo, nuk ka nis gjithçka. Para te ka 10 mijëra njerëz që tu pare që kanë vadit tokën për me pas çtu islam, e kanë vadit me shejtllëk, e kanë vadit me gjak. Sa njëri edhe 5-6 sheku këtu thirrë zan, domethënë ndoshta ku pararësit e tonë janë kona krishter, domethënë nuk i pari. Po tu e menu veten domethënë në një mallështi të teprume, mundesh me kalon zullum, e pastaj domethënë mundesh me mbulu me diçka të kësaj natyre, ose për shembull sa njerëz koncentrohen fuqishëm tek temat e tauhidit, mirë po, që është domethënë e mirë, më po tu i pa tjerë si mushrikin. Tu i pa tjerë sikur të përlym me shirk. Se kiti pa tjetër të homi akuzon njerëzit me shirk për me i shpjegu temat e tauhidit. Ti fundja mundesh me shpjegu temat e tauhidit edhe pa e gjetë me do e mos çat devijim në mesin tan. Pa e gjetë domosdoshmëri çat devijim domethënë rrethin tan. Mundut mos me ekzistu, mundut më kanë probleme në vendin tjetër që e formë shirku. Me po unë kam sforcuar me temat e tauhidit, edhe tash duhet me problematizu situatën që këtu ka shirk, këtu ka kufër, këta janë mirë me tauhidin, këta janë mirë me imanin, e unë erdha dhe i ftillova. Kjo çasti në vëllezër, kjo çasti zullumçare. Kjo nuk ka çasti e drejtë. Se nuk është domethënë ti shka shpjegon çajo është drejtësi edhe shka ti nuk çka të tjerët nuk e spikasin sikurse ti krejt domethënë janë pa drejtë e ku diun çka. Ose për shembull njerëzit ndodhen ndonjëherë për shembull e marrin një përgjegjësi për me dhënë kontribut ose me marrin të mirë të përgjithshme, edhe kë nuk e shohin te projekti vet. Kë nuk e shohin televizia vet, këti shohin si gabim. Këti shohin se janë duke pengu Islamin. Këti shohin sikur janë të pengu projektin Islamit. Kush ka thonë ti se ti e përfaqëson projektin Islamit komplet? Umeti është shumë i madh me hite te mendja jote e ngushtë. Umeti është shumë i gjon. Umeti është shumë i gjanë dhe ka alhamdulillah shumë projekte. Umeti është shumë i gjanë dhe ka shumë lëvizje. Umeti është shumë i gjanë dhe ka shumë punë të hajrit që janë të bë. Mundon do ull me kalu ka ti, mundon diku me kalu ti ka dikush tjetër. Domethënë, kur ti mendon se shka e merr ti dhe ti e ban, edhe nëse skalon ka ti, krejt është gabim, krejt janë zullumçar, krejt janë kështu, mund ti të ron zullum, mirë po i duke u dash, më mshef te aktivizmi, te puna për fen Allahut subhanahu wa taala. Kështu që mëna si rregull, sa herë që zullumi fshehet mrena petkut të fesë, edhe mrena petkut të sëmirës, është pengesë e madhe e reformave në umet. Nuk mundet me shku umetit të para, nëse njerëz të umetit, njerëz të davetit, njerëz të hajrit, njerëz të lëvizjes, domethënë e mshefin zullumin e tyre, karakterin e tyre prej zullumçarit, domethënë në temat e fesë. Ndaj Sheikhul Islami Temia thot wali hadha yurwa, thot transmetohet. Dhe Sheikhul Islami kur i transmeton këtë fjalë në për librat e tij, domethënë nuk i transmeton thjesht për kërshëri. I citon pikërisht për me puç këtë domethënie. Thot en Allah Taala
Allah azza wa jall yansuru ad-dawlat al-adila wa in kanat kafira. Allahu e ndihmon një shtet të drejtë edhe nëse është pabesimtar. Kush po thotë këtë laf? Po thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija. Thotë Allahu e përkra, Allahu e ndihmon një shtet të drejtë edhe nëse është pabesimtar. Thotë wala yansuru ad-dawla adh-dhalima walau kanat mu'mina. Edhe nuk i ndihmon një shtetit të padrejt, një shtetit zullumçar edhe nëse janë besimtar. Domthon kjo është parimi i Allahut, te Allahu s'ka hatër. Këta dinë me moj drejtësi, këta shkojnë te para. Këta bën zullumçar, nuk shkojnë te para. Na mumi çka fjalë me e morë edhe me përkthynë në vëllezër, me përkthynë realitetin tonë. Nëse Shehu Islami përmban çet fjalë që Allahu nuk i ndihmon një shtetit musliman, një shtetit besimtar nëse është zullumçar. Dhe i ndihmon një shtetit pabesimtar, një shtetit kafir nëse janë të drejtë. Atëherë na e përkthehemi. Allahu nuk i ndihmon një daveti zullumçar. Allahu nuk i ndihmon një familje zullumçare. Allahu nuk i ndihmon një bashkësi zullumçare. Allahu nuk i ndihmon një shoqënie, një xhamati zullumçar. Allahu nuk i ndihmon. Domthon nëse kur Allahu nuk i ndihmon një shtet, sa njeri aty shkon keq. Sa fëmia, sa gruaja, apo kjo fjali po thotë që Allahu nuk e përkra edhe nuk e ndihmon, megjithëse shumë njerëz e paguajnë. Më pak e paguajnë nëse bëhet fjalë për një familje, bëhet fjalë për një xhamat, bëhet fjalë për një komunitet. Kështu që me pas një vëmendje në vëllezër, edhe me bëni rregull që do më thonë, sa më shumë, po e përsëris, sa më shumë që fshehet zullumi në petkun e fesë, protagonistët e veprave të fesë, do më thonë, kanë disponim me folë në emër të Allahut edhe me kompetencë mu përzi në kompetencat e Allahut subhanahu wa taala. Çka i bie kjo? I bie që për shembull ti ke një punë, fjala bie për shembull me një punëtor tonë i cili nuk është i udhëzuar. E keni punë, edhe të ka dhënë problem me një punëtor tonë që nuk është i udhëzuar. Domthon, parimisht nëse ke këtë mentalitet, parimisht ti je në hak në mendet tua. Nuk mundet më kon ky i devijumi domthon hak. Andoshta në çat tema ajo është hak, ti je në zullum. Edhe çka ndodh? Domthon të e pa veten, domthon si unë i miri, unë i përzgjedhuri, unë i udhëzumi, ti shkon ai më mirë Allah atë kish udhëzu, apo më ka përzgjedh Allahu me shku kjo punë e hajrit ka unë kështu më radh. Edhe çka ndodh? Domthon ti nuk mat më kush e ka drejt, kush e ka drejt. Se ti tash hin kompetencat e Allahut me fol ti se kush është domethënë hak, edhe më dhon drejt vetës për me ngallëny, edhe kur domethënë mos më pa veten, domethënë fajtor, kështu që kjo në vëllezër shtin në një varg të problemeve që mos mbromti, thjesht vesh një pyetje, kush po të garanton që ti je çyky te Allahu xhel. Domthon, kush ta jep ty drejtën, më kon çka ka sigurt që ti je çyky te Allahu xhel. A dini sa njerëz në kohën e sahabëve, sa njerëz në kohën e tabenëve, prej hebrejve, prej krishterëve, prej mexhuzëve, prej njerëzve domthon të feve të ndryshme, kanë fituar landët e tyre te halifët e drejtë, tek të partë ton, ku përballë ka pas një sahabi të përgëzuar me xhenet. E ka fituar landën. Pse se kjo është parimi i Islamit, s'ka këtu hatër. Ti i përgëzuar me xhenet, Allah i tallosh xhenetin. Çtu në tokë i gabu. Çtu në tokë i bozullum. Po përballë te është një pabesimtar, është një fasik, është një njerëz që nuk falet, është problemi i tij, fisku i tij, ai që nuk falet, apo drejtësia është rregulli i përgjithshëm me të cilin domethënë funksionon kjo dynjë, kështu që po e bëj si thirrje edhe si nënvizim që asnjë madhështi, asnjë forcë, asnjë ndjenjë e madhe që mundesh me pas të fuqisë në jetë, mos me të leju me e pa thjesht çështjen e drejtësisë apo padrejtësisë. Mon kudo që gjendesh, a gjendesh në pozicione të qenit i dobët apo i fortë, mund të jetosh me parimin e qenit, domthon i drejtë, e shohim muslimi pe Abdullah ibn Amrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë innal muqsitina inda Allahi ala manabira min nur an yamini ar-rahmani azza wa jall. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëz e drejtë në ditën e gjykimit vendosen në disa mimbere prej drite. Vendosen në disa mimbere prej drite në anën e djathtë të Allahut. Në anën e djathtë të Allahut, thot alladhina ya'diluna fi hukmihim, janë ata të cilët kur gjykojnë drejt. Wa ahlihim, edhe në familjet e tyre janë drejt, me gratë e tyre, me fëmijët e tyre janë drejt. Thot wa ma walu, edhe gjithçka që ata kanë në përgjithësi janë njerëz të drejtë. Keni vëmendje ndër vëllezër, ky hadith na përfshin keve neve. Domthon gjykim. A mund na me fol filoni o çështu? Filoni mos e provo se çështu. Apo filoni është kësaj, mund të jetë u gjyku. Nëse tu gjyku me zullum, domthon mundesh më privu, mos më kanë të çtu me mberet e dritës. Gjykon me drejtësi, domthon pritet, domthon më konën njëri i cili domthon trajtohet kësaj, thot Allahu azza wa jall, wa idha qultum fa'dilu, kur të falni drejt. Falni drejt, e keni inat me dikan, e keni të keq me dikan, fal drejt. Mos i kalo kufit. Thuje çka do të më thon, mos i kalo kufinin, se kjo nuk është cilësia e njerëzve të drejtë. Tash këtu je i pa drejtë e falmja, je i pa drejtë e familja, je i pa drejtë aty. Domthon ku çysh do më dal para Allah subhanahu wa taala. Ose për shembull wa ahlihim,
ata të cilët janë drejt me familjet e tyre. S'ka dhënë Allah pushtet kërkon, s'ka dhënë dikim kërkon, ama në familjen tonë duhet të shmukoni drejt. O ma walu, edhe aty ku keni një përgjegjësi, mund të shmukon përgjegjësi thjesht, një përgjegjësi e kemi atë 2-3 punëtor, edhe që duhet të shmukoni drejt. Po ndryshe domethënë privohesh nga ky premtim e Allahut subhanahu wa taala, domethënë drejtësia në rrezën islam është çështje që nuk pranon, është çështje që nuk pranon kompromis. E shohim Imam Ahmedi Sheikh thotë hadithi Hasan për Abu Hurajrës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Ma min amiri 10." S'ka një njeri që është përmi 10 vet. Në momentin që ta di. S'ka një njeri që i ka përgjegjësi të vetën një 10 vet. Një 10 vet e prisin llafin e tij. Një 10 vet e prisin domethënë shikimin e tij. Thot ma min amiri 10. S'ka dikush që është emir, është në krye një 10 vetëve, illa yu'ta bihi yawm al-qiyamati maghlulan. Kur të vijnë ditën e gjykimit vën i prangosur, vën i lidh me, domethënë me zinxhir. La yafukkuhu illa al-'adl, nuk ja liron zinxhirit vetë drejtësia. Nuk ja liron zinxhirit, ki më dali lidh para Allahut. Zgjidhesh vesh kovçe, po që ky u koni drejt. Po që ky nuk u kon zullumçar, thot au ju biquhu al-jaw. Ose ka me gjujnë xhehenem pa drejtësia. Domthon çashtu i lidh vëm për Allahut se 10 vet janë kon të prit llafin tan. 10 vet. Po çka nëse janë qindra vet, çka nëse është domethënë një xhamat, çka nëse është një komunitet, çka nëse është domethënë ku diunë një familje kështu më radh, domethënë mundet më kon përgjegjësia shumë e madhe, edhe në ditën e gjykimit me u rreziku që mos më na u liru durt, elos Allahu subhanahu wa taala më na ruajt nga këto pronga, edhe më na nxjerr në ditën e gjykimit faqebardh. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.